Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin ton Argument jemi drejt për drejt të lidhur në lajn me zoti mentor Maksutaj nga Bostoni. Po diskutojmë për një çështje të cilat gjithë këtë javë do të diskutojmë të gjithë, janë zgjedhjet, fundi i sagës të shpresojmë të zgjedhjeve në Kosovë, pas të gjithë atyre seancave, jo zgjedhje parlamentare, jo zgjedhje presidenciale, të shpresojmë që më së fundi klasa politike në Kosovë të ketë gjetur sensin e arsyes edhe për te interesave politike partijake, por të shohin interesat kombëtare. Zoti mentor, ju jeni një jetoni si çdo bashkëdhetar, jetoni me vendlindjen, edhe ju jetoni me zhvillimet që ndodhin në Kosovë. Si e parashikoni, tashi është një punë një jave, si thuash, po qa do të ketë në një lëvizje tjetër, do ketë një balancim, si mendoni ju, si mund të zgjidhen këto zgjedhje në mënyrën sa më të mirë për demokracinë në Kosovë, por dhe për popullin e Kosovës? X-Boy, përshëndetje ty edhe gjithmonë faleminderit për mbështetjen, hapësirën në misionin tënd edhe të ngjatjeta gjithë shikuesve të programit tënd. Është një pyetje shumë e vend, një pyetje që shumë nga ne mund të japim mendime personale, por unë për veten time kthehem tek ajo që kam thënë disa herë në për bisedimet e së kaluarës. Të mendimin tim personal mendoj që dalja në një masë më të madhe e vetë popullatës dhe atyre që kanë drejt votit do ishte ajo që ndoshta do ndikonte dhe do kishte një ndikim në aspektin në mendimin tim personal pozitiv. Unë për veten time veç kam përfundu votimin tim me post, i cili lejohet dhe është ofruar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe vetëm e kam kryer atë obligimin tim kushtetues si qytetar i Republikës Kosovës, dhe shpresoj që edhe gjithë mërgjimtarët kudo që janë kanë bërë atë detyrën, por në fund fundit, siç kemi pasur në herat e fundit, që kemi pasur zgjedhjet në Shkurtin në dhjetorin e vitit kaluar, ne kemi pasur thuajse më pak se 50% e atyre që kanë drejt vote të votojnë, dhe shpresoj që dalë një numër më i madh dhe regjistrohen dhe të më fund të japin votimin e tyre për ata që ata mendojnë që është kandidati më mirë. Gjithsesi, pjesa tjetër është ajo se çfarë do ndodh, do kemi ndonjë dyshim të madh në krahasim me zgjedhjet e 9 Shkurtit apo 28 dhjetorit vitit 2025, apo do kemi diçka të tillë për afërsisht të njëjtë që në një farë mënyrë dhe nuk do të ishte zgjidhje në asnjë mënyrë, për arsye se po mund të krijohet ndonjë qeveri, por prapse prap do vinim tek pyetja e presidentit dhe sa do mund të zgjidhe ai apo jo në këtë rast. I shoh disa lëvizje që janë bërë edhe nga partitë opozitore, nga ato që si PSD-ja që thotë që hey, thjesht duhet kaloj pragun, pastaj nga dy parti tjera kryesore opozitare si LDK dhe PDK me koalicionet e tyre që synojnë të fitojnë, por në fundi unë nuk shoh ndonjë për vendimin tim ndonjë dyshim shumë të madh, për sa i përket radhitjes se kush do të jetë i pari, ndoshta do ketë një dyshim në vendin e dytë me këto koalicione që janë bërë përmes LDK-s dhe Vjosës dhe se partive tjera të vogla, por për kundër çdo gjëje nuk shoh ndonjë dyshim të madh, kështu që prap shoh ndonjë për fat keq ndonjë gërç që do ndodh përsëri në tek zgjedhja e presidentit ose presidentes, por shpresoj që populli herat të kaluara ka ditë ti dënoj ata që nuk kanë vepruar siç është dashur, dhe shpresoj që edhe kësaj radhe me votin e tyre ata të japin një mësim të mirë të gjithë atyre që kanë bërë disa gjëra që ndoshta nuk të duhet i bënin apo nuk kanë qenë të sinqertë gjatë kohës që ishin në udhëheqësi, dhe shohim se si do të dalin rezultatet, por nuk shoh ndonjë ndryshim jashtëzakonisht madh dhe mendoj që do sillemi aty në mes të zgjedhjeve të 9 Shkurtit dhe 28 dhjetorit për sa i përket deputetëve dhe mundësinë që të kenë ata në parlament. Ndoshta me ndonjë ngritje të vogël të LDK-s dhe ndonjë zbritje shumë të vogël të vetvendosjes, por jo ndonjë gjë marramec ose drastike. Si që thonë në anglisht, të shohim ato fletët e çajit apo filxhanin e kafes, a mendoni se koalicioni i Vjosës me LDK-n ishte i detyruar për Vjosën nga pikpamja e saj, dhe a mund të fitoj LDK-ja me faktin që inkuadroi Vjosën në
gjirin e saj u kthye në partinë e origjinës për këtë fushat. Apo është një mendim i LDK-s për stazhin e dytë, apo herën e dytë, pasi të bëjnë zgjedhje parlamentare për presidentën mund të bëjnë presion me figurën e Vjosës, siç patën edhe premtuar. Si e mendoni ju? Këtu janë për mendimin tim, gjithmonë duke dhënë atë mendimin tim dhe percepcionin ose mënyrën se si e shoh unë, mu pikës pare ky koalicion nuk më duket shumë edhe natyral, më duket diçka që është bërë nga shtytjet anësore, nuk më duket që ka ardhur në mënyrë natyrale. Pastaj janë disa mendime kontradiktore aty të LDK-s kur thonin që vetëvendosja nuk duhet të ketë 3 pozita udhëheqëse, ndërsa tani ngarojnë për të 3 pozita udhëheqëse. Në të njëjtën kohë, edhe sikur të mendojmë që LDK-ja me këto koalicione dhe këto bashkime do të rritej 100%, prapse prap ata do keni nga 15 në 30 deputet. Edhe që do ishte një rritje marramendse, diçka e jashtëzakonshme, domethënë nëse do arrini një sukses të tillë. Kështu që prapse prap nuk është që do mund të bëni ndonjë gjë të krijoni ndonjë qeveri apo të bëni diçka tjetër, domethënë edhe sikur të arrini një rritje 100% nga 15 në 30 deputet, prapse prap nuk do kishte ndonjë gjë tjetër. Që është e pamundur faktikisht. Është e pamundur, ata domethënë do kishin mundësi që të ofronin ose krijonin qeveri me ndonjë parti tjetër në koalicion, dhe kur vinte puna për president me 30 deputet do mund të rinin 30 në shkrime që të ofronin një emër për president. Domthonë nuk ka gjë tjetër, domthonë qëse edhe nëse një rritje e tillë bëhet, ajo është një sukses i marramendshëm që unë nuk besoj që mund të arrijë deri atje. Mund të shtojnë deri 5 deputet, diçka e tillë, ndoshta nga 20 që do sillen aty diku, aty është paktën e shohun. Kështu që prapë nuk e shoh se si. Me 5 deputet ata nuk mund të bëjnë presion. Po ata krijojnë e keqja që shoh unë si qytetar, sepse njëri të bëj thirrje të gjithë qytetarëve që kanë drejt vote, që janë mbi 2.097.000, duket që kanë drejt vote në Republikën e Kosovës, që të shohim jo vetëm njerëzit, por të shohim atë historinë e tyre dhe në njëjtën kohë shohim edhe programin aty se çfarë ofrojnë. Sepse ne gjithë kemi mundësi të shohim se kur njëri person ka thënë që unë nuk do kthehem kurrë në këtë parti dhe pastaj është kthyer në një tjetër parti, domthonë ata janë me një disa sjellje hipokrite në këtë mënyrë, ku shkojnë vetë kundër thënieve të tyre, deklaratave që kanë bërë, dhe në këtë mënyrë kur janë vetë kundër thënieve të tyre, atëherë si mund dhe unë si votues ose qytetar i thjesht të besoj domosdoshmë se çfarë ndodh në të ardhmen. Gjithsesi, në fundit interesi kryesor duhet të jetë Republika e Kosovës, çështja të tona që janë të pasgjidhura dhe shumë përgjegjësi që kemi marrë dhe që duhet agjendat tonë që duhet të jesin përpara, duke mos harruar jo vetëm shqiptarët mbrenda Kosovës, por ata jashtë që gjenden në kufirin tonë në veri në Sanxhak dhe ata në Lugin, që kanë nevojë për ndihmën tonë dhe ata në Maqedoninë e Veriut. Kështu që mendoj që me shpresë që këto zgjidhje do të japin një mesazh shumë të fortë gjitha partive, jo vetëm njërës, por gjitha, që të ulin kokën, të gjejnë bashkëpunimin, koalicionin dhe të esin agjendën dhe interesin e Republikës përpara interesave tyre personale. Por edhe qytetari thjesht mund të bëjë një thirrje të gjithë ata, domthonë unë nuk e di se si milionerët mund të zgjedhin problemet e të varfërve ose qytetarëve rëndom. Kështu që unë si qytetar rëndom nuk e di se si dikush që është milioner mund të di se çfarë probleme ka unë, por gjithsesi secili merr vendimin për veten e vet dhe votat e tij ose saj është për ata se çka mendojnë ata është më i miri për problemet e tyre që ata përballen ose i kanë çdo ditë në jetën e tyre personale. Ju thatë që votuat, si ju edhe një pjesë e mirë e mërgatës apo e diasporës ka votuar jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet tjera në Evropë. A mendoni që kësaj here unë pash se partit po përpiqeshin jo në Zvicër drejtuesit e partive të bënin fushat më tepër me diasporën se sa me njerëzit që janë në Kosovë. Sipas mendimit tuaj, apo sipas edhe atyre që keni biseduar me miqë shok, kush e ka shumicën në diasporë nga partitë politike? Sipas opinionit tuaj, thjesht empirik. Ajo është mendimi personal, nuk mendoj se prapë vetëvendosja ka një bazë shumë të fortë jashtë, edhe në bazë çdo sondazhi që kam përcjellë, kam shoqëruar nga shumë
sondazhe ndryshme që janë bërë, ata do mund të tregojnë që kanë dikon mbi 70% të votës së diasporës, gjë që tregon domosdoshmë për fuqinë e tyre ende shumë të theksuar për sa i përket mërgatës shqiptare specifikisht. Por ajo që është evidente dhe që vret është se të gjithë partitë politike janë koheshin që dhjetori ju dha nga atëherë ish presidentja Osmani lidhjes vetëvendosje, domosdoshmë ju provua 20 dhjetori sepse do vinte mërgata dhe ata janë më shumë të fokusuar tek lëvizja vetëvendosje, ndërsa tani shkojnë jashtë dhe mundohen që të bëjnë ato evente të ndryshme tek pikërisht mërgata. Kështu që janë paksa kontradiktore këto thënjet, por në fundit me rëndësi është ata të tregojnë me punën e tyre se kush kanë qenë, çfarë kanë bërë dhe në planin e tyre se çfarë do të bëjnë ose çfarë do t'i ofrojnë qytetarit. Në fundit secili qytetar që qoftë në brenda ose jashtë investon në Kosovë, harxhon mundin dhe kohët e tyre atje, ku në adhejën e tyre, në vendin e tyre dhe sjell çdo gjë do mundohet që të sjellë andej dhe të ndihmojë shtetit të tij, po qoftë Shqipëria, Kosova apo vende të tjera ku mërgata jonë shqiptare sidomos jeton dhe vepron. Kështu që janë disa thënie kontradiktore në këtë rast që nuk do t'i ndihmojnë për mendimin tim personal disa nga partitë politike, sidomos në aspektin e opozitës në këtë rast, sepse ishin kundër në dhjetor, ndërsa tani po bëjnë njëjtën veprim dhe shihen disa gjëra domosdoshmë që ata po mundohen të ndryshojnë, por gjithsesi shohim se si votuesi do të vendos me 7 qershor. Natyrisht, unë do desha një përvojë personale, si ishte të votoje me post nga shtëpia, me që ju keni votuar. Ishte thjesht procedura për ta ditur? Ishte shumë e thjesht, është linku me cilin regjistrohesh, normal duhet të vërtetosh që je qytetar i Republikës Kosovës, është 1-2 foto që duhet t'i marrësh për letë njoftimin ose driver's license ku jeton, patent shoferin ku jeton, dhe atë të Kosovës që të kesh një fotografi me fytyrën tënde që dëshmon ajo, emaili dërgohet mbrenda 24-48 orësh, vërtetohet nga komisioni qendror që ti ke drejt vote, të dërgohet formulari dhe mbrenda 5 ditëve merr nga DHL, DHL erdh posta në shtëpi, formulari, instruksionet në email, printova regjistrimin aty, vendosën në zarfin e madh, votimin tim në zarfin e vogël brenda, një stamp $1.50, duket $1 diçka e tillë ishte në post. Kush shkon kjo? Se herën e kaluar ata kishin organizuar kuti mailing box, si që themi këtu. Kjo është në New York. Është në New York, pastaj nga New Yorku shkon për në Prishtinë në KQZ. Okej. Pra, si ju kanë votuar edhe të tjerë, si është temperatura? Apo se tregon kush votën? Si është temperatura për kë voton shumica? Unë për vetën time edhe njëherë, unë thash, unë pikës pari shpresoj që nga ata 2.097.000 sa kanë drejt vote, kemi më shumë se 50% që dalin të votojnë, pikës pari. Pikës dyti, mërgata, duke pas parasysh se para pandemisë, dhe gjatë pandemisë, ku do kushton të $100 diçka, më ka kushtu mu vetë që dërgoja postin në Prishtinë, kur tash më kushton $1.50, 2 ose qatë diun, diçka shumë më e lirë dhe më përballueshme për secilin nga ne. Mendoj që ata duhet shfrytëzojnë të drejtën e tyre dhe pikës pari bëhet thjesht gjithë të që të votojnë, sepse një vot, çdo vot numërohet dhe ato pika bëhet pusi, siç thuhet fjala popullore. Kështu që shpresoj që ata të votojnë për këto, por ajo që ne duhet të mësojmë dhe të vazhdojmë të edukojmë vetëm tonë do të jetë dhe shpresoj që secili nga votuesit është duke e marrë parasysh është jo të voton për kushëririn apo haxhin apo njeriu në vet, po të shoh se kush ka qenë ky person, ka histori politike apo jo, çfarë kanë bërë në të kaluarën dhe në njëjtën kohë çfarë do ofrojnë, çfarë po i ofrojnë popullatës, çfarë është plani i tyre, programi i tyre, dhe jo vetëm votojnë për emra. Shpeshherë kam pa disa njerëz që kanë bërë votime dhe në vetë votimin e tyre kanë vendosur për partinë politike që kanë dashur të votojnë, pastaj kanë bërë vetëm 10 emra nga 1 deri në 10. Kurse aty ke mbi 100 kandidatë në disa raste, disa subjekte politike që kanë mundësi, kështu që të shiqojnë për secili, sepse secili nga ata deputet do përfaqësoj problemet, gjëra që ka nevojë për vendin ku shteti ose fshatin ku ata jetojnë. Kështu që duhet shiqojnë pak më thellësisht
se kush po ofron çka, kush ka qenë ku, çfarë kanë bërë dhe çfarë zgjidhje po i sjellin ata për problemet e tyre ku ata jetojnë, veprojnë dhe kanë familjen e tyre. Kështu që pastaj të mos ankohemi për 4 vite të ardhshme se nuk bën asgjë, për arsye se ne kemi dhënë votën personit ndoshta jo dur, ose nuk e kemi menduar se kush përfaqëson interesat e tona ku ne jetojmë, në fshat, qytet apo në vendin ku ne banojmë. Kishte 2 lëvizje interesante nga këndvështrimi im si gazetar në veri të Kosovës këto ditë. Një ishte marrja nga ana e shtetit Kosovës së stacioneve hekurudhore të cilët deri dje menaxhoheshin nga serbët. Një gjë mjaft e mirë rrit shtetësinë e Kosovës sepse edhe transporti hekurudhor si çdo transport tjetër është brenda Kosovës. Nga ana tjetër, forcat e serbëve po përjashtojnë nga puna në veri nënpunësit shqiptar me idenë që janë të pa kualifikuar. Pra 2 tendenca që shkojnë në 2 skajet e ndryshme. A shihni këtë domethënë si diçka që po bëhet edhe për fushat? Shqiptar, këtë du të shohim historinë, nëse nalem edhe shohim historinë në 5-6 vitet e fundit janë bërë, nuk është kjo e vetmja. Është ndaluar referendumi serb, janë marrë shkatruar gjitha strukturat ilegale, kanë qenë 16 laboratore droge, 9 nga cilat kanë qenë specifikisht e lidhura me shtetin serb dhe me njerëzit e listës serbe dhe të mbështetur nga tani presidenti i serb që është andej. Pastaj janë mbyllur mbi 20 rrugë ilegale që kanë hyrë dhe dalur nga Serbia në Republikën e Kosovës. Ne për fat keq dhe për fat mirë në jetën ku kemi një kufi shumë gjatë me shtetin fqin serb, por në jetën ku ne jemi të rrethuar me shqiptar. Se ku shohim nga Lugina për shembull në Sanxhak në Nish, gjithë ata janë shqiptar. Dhe ne mund kemi edhe fatin e mirë, po në jetën ku përderisa është Republika Serbe aty duke munduar të kontrollojë dhe krijojë presion për diçka keqe. Kështu që marrin nën kontroll të stacionit hekuror, unë shoh vetëm si vazhdimsi aty se çfarë ka ndodhur në 5 vitet e fundit, duke pasur parasysh ndalimin e dinarit serb, referendumeve serbe, shkatrimin e strukturave ilegale, ndalimin e udhëve ilegale të hyrjes dhe daljes dhe kontrabandës, pastaj laboratoreve të drogës e gjërave tjera, pastaj gjëra tjera që kanë ndodhur me sumin e Banjske, gjëra tjera që kemi pasur atje, kështu që është si vazhdimsi të saj. Aspektin tjetër, për sa i përket asaj se çfarë janë duke bërë serbët sidomos, atë e shoh nga presion nga Serbia dhe një reagim shumë i keq nga vetë ato struktura serbe që tregojnë se ata nuk janë ende gati të inkuadrohen dhe të hyjnë dhe të punojnë aty se ku ata jetojnë vetë dhe tillë. Por unë ndihem shumë keq për shqiptarët që jetojnë atje sepse ata janë njerëzit që do të paguajnë çmimin më të madh në këtë rast. Në aspektin financiar, ekonomik dhe për vetën e tyre dhe familjen e tyre ku ata mundohen të jetojnë, të veprojnë dhe mos të lëshojnë pronën e tyre. Dhe unë inkurajoj që ata të mos bëjnë atë, dhe mundohen në çdo mënyrë domethënë që të qëndrojnë aty ku janë dhe të mos largohen në asnjë mënyrë të tillë dhe në njëjtën kohë thirrje edhe qeverisë kushdo që është në krye të saj domethënë që të mos ja harrojnë këta shqiptarë dhe të mundohen domethënë që ndihmojnë dhe të japin ndihmë që ata të mos largohen nga vendet e tyre. Por ata janë ata që do paguajnë çmimin më të madh dhe njëri të shoh si një reagim paksa i vonuar nga vetë struktura serbe që me kalimin e kohës çdo gjë tjetër që është kaluar tani që po shohim çdo gjë që thuhet nuk do bëhet reciprocitetin tabela dhe ajo bërë, nuk do ketë zgjedhje të tjera deputetë të Federalisë Serbe dhe ajo është bërë. Domthonë gjitha këto gjëra mendoj që me kalimin e kohës do kalojnë dhe atje do bëhet ashtu siç duhet bëhet, shtrirja e sovranitetit dhe domthonë ligji duhet të funksionojë dhe do vi deri ai momenti, por njerëz dhe njerëz theksoj, unë shpreh shumë keqardhje për shqiptarët që janë aty dhe më shpesh ata nuk do lëshojnë vendet e tyre, do vazhdojnë të jetojnë në këmbgulin sepse është vendi i tyre, trojtë e tyre, ku ata kanë qenë gjithmonë dhe më shpesh do jenë aty edhe në të ardhmen. Zoti mentor, ju faleminderit për analizën si gjithnjë mjaft të hollësishme të faktuar edhe shpeshherë edhe origjinale, por me domethënie kontekstuale për situatën në Kosovë. Ne turojmë me atë që uron çdo shqiptar kudo që ndodhet, jo vetëm shqiptarët në Kosovë, por gjithë shqiptarët e trojeve shqiptare, që Kosova të gjej balancën e saj demokratike, politike, që të gjej edhe pushteti
të di të organizoj që të bëhen hapet e mëtejshme drejt zhvillimit ekonomik të Kosovës, se Kosova nuk ka kohë më të humbas, si ashtu dhe çdo truall tjetër shqiptar. Ju faleminderit. Faleminderit juve gjithmonë për mbështetje, edhe më shpresoj që kësaj radhe secili do marrë atë që meritoj, Kosova do eci përpara dhe të ekzekutojë agjendën e saj, prioritetet e saj, sepse kemi jo vetëm shqiptarë brenda Kosovës, por kemi edhe ata jashtë Kosovës në Sanxhak, Lugine, Maqedoni që kanë nevojë për 2 shtete shqiptare që të ndihmojnë dhe ti mos i lejojnë ata largohen nga trojet e tyre dhe të thrive, si thuhet, ose të zhvillohen në vendin e tyre ku ata kanë qenë dem baba dem. Kështu që suksese gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit edhe gjithmonë. Faleminderit edhe juve. Gjithmjaft. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, këtu i dhan fund emisionit tonë Argument me të ftuarin e sotëm, zotin mentor Maksude nga Boston. Miru takofshim.